në janar 91, edhe një media vetëm bëri ndryshimin kundër gjithë mediave të kapura nga regjimi atërshëm. Edhe tani ato pak gazetarë të lirë, ato media të lira që vazhdojnë të rezistojnë, të qëndrojnë, unë besoj që të bëjnë ndryshimin, do ta bëjnë ndryshimin dhe do të sjellin mesazhet e duhur për të ngritur frymën e lirisë në Shqipëri. Ka edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Kjo 35 vjetori i Rilindjes Demokratike, ky 5 janar kulmon ose vjen në të njëjtën kohë ku ka ndryshime, po shikojmë ndryshime të mëdha që vijnë nga Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump. Dhe është rasti që në emrin tim, si qytetar i këtij vendi, t'i shpreh minjorjen Shtetet e Bashkuara, presidentit Trump, për atë ndërhyrje që bëri për të rrëzuar një narkoregjim si ai i Venezuelës. Dhe mos mendoni se nuk kanë lidhje. Këta thonë që nuk kanë lidhje sot. Narkoregjimet janë kthyer sot është e njëjta situatë siç ka qenë në 91-shin. Regjimet komuniste të atërshme sot janë regjime hibride komuniste të ndërtuara me narkoregjimin. Shembja e parë, dominoja e parë e shembjes së këtyre narkoregjimeve në Venezuelë. Tjetra do të jenë në Kolumbi, tjetra do të vinë në Shqipëri. Rama nuk ka shpëtim. Ky narkoregjim nuk do të ketë shpëtim. Ky narkoregjim do të rrëzohet. Thonë nuk ka lidhje, po si nuk pas ka lidhje. Raportimet janë Venezuela, vendi i cili vret protestuesit, janë qindra të vrarë për zgjedhjet lira. Venezuela arreston opozitarët. Shqipëria është një të kushte sot. Kryetari i opozitës vazhdon të përndiqen. Varfëria në Venezuelë llogaritet që paga e qytetarëve atje mjafton për të blerë një bukë në ditë. Sot raportet e Bankës Botërore në Shqipëri thonë se 49% e popullsisë janë në prag të varfërisë. Pra 1 në 2 persona është në prag të varfërisë. Kartelet e drogës, bashkëshortja e Maduros llogaritet që përfitonte nga 100.000 deri në 300.000 euro për një ngarkesë që kalonte për një avion që kalonte me kokainë në Venezuelë. Kurse këtu ke Maduro jon, kemi edhe vllajën e Maduro që ka fabrikë kokaine. Ka pas fabrikë kokaine, kemi vllajën e kryeministit. Pra sot Maduro ka larguar nga Venezuela 7.9 milion venezuelian, ndërsa ose 25% të popullsisë, ndërsa ky që kemi këtu pas ka larguar 35% të popullsisë. Është njëjti model i narkoregjimeve që funksionon kudo. Po ju kujtoj diçka, sepse presidenti Trump deklaroi sot përsëri që radhën e ka presidenti i Kolumbis, Pedro. Nuk do të ndalet kjo. U tha që do ta bëjnë thanë që e bën këtë për shkak të naftës së Venezuelës. O cilën naftë e Venezuelës? Po Kolumbia ka naftë? Cila është nafta që ka Kolumbia? Kush është Pedro i Kolumbisë? Është njëjti simbol i narkoregjimeve, drejtuesve të narkoregjimeve që kemi në Venezuelë, në Shqipëri, në Kolumbi. Pedro është njeriu i cili është i përfshirë familjarisht në trafikun e kokainës. Djali i tij është i gjykuar nga drejtësia kolumbiane, i dënuar nga drejtësia kolumbiane për pastrim të parave të drogës. Dhe ka futur paratë e drogës për të blerë zgjedhjet në Kolumbi për të bërë baban e tij president. Është sot njeriu i ndëshkuar nga drejtësia kolumbiane. Pra, por ka dhe diçka tjetër të ngjashme me Shqipërinë. Kolumbia është i njëjti vend i cili përsekuton opozitën dhe jo më larg se një vit më parë vrau kandidatin për president të opozitës në zgjedhjet presidenciale të Kolumbisë. Pra, shikoni se si janë ndërtuar narkoregjimet. Në Europë ka vetëm një narkoregjim, dhe ky është narkoregjimi i Edi Ramës. Nuk ka narkoregjim tjetër. DEA është instaluar vetëm në Shqipëri, me zyrë, me numër telefonit publik. Është vetëm në Shqipëri. DEA nuk është në Kosovë. DEA nuk është në Malzi. DEA nuk është as Maqedoni.
Atëherë pse është vetëm Shqipëri? Sepse vetëm këtu kemi një narkoregjim. Dhe ky ndryshim, po të them, është historik, ky ndryshim, ky vendim që ka marrë presidentin Trump për të rrëzuar narkoregjimet është një vendim historik i ngjashëm atë të dhjetorit 90 apo me revolucionin e rrëzimit të diktaturave komuniste në vitin 1989-1990. Është një vendim historik sepse po i merr me radhë të gjithë të shtete hibride, komuniste, të ndërtuara me narkoregjimin, të cilat kanë marrë rrugën e ndëshkimit dhe rrugën e rrëzimit. Unë besoj dhe shpresoj që Shqipëria kësaj radhe të mos jetë më dominoja e fundit e rrëzimit të narkoregjimit, por të jetë nga dominot e para që do të bjerë gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma të Dr. Berisha, vitin parë inshallah për të gjithë shqiptarët. Unë vi nga Berishi, nga Tirana. Kam kaq kohë që po kërkoj atë pyetjen orbital, po nuk po e gjej. Nuk po e gjej se kam paguajt lek. Unë kam paguajt lek gjithë ne padën këta që jetë në Tiranë kam paguajt lek për pyetjen orbital që nuk po e gjej dot. Ky gjati, ky nuk e di se ku është. Ky gjati nuk e dinte që në 2016 Shqipëria u mboll gjitha me ashash. Nuk e dinte ky, jo, nuk e dinte ky. Ky palloshi gjatë, se palloshi e ka pakzu kjo që kanë krah. Ajo e pakzu, jo unë. Unë e kam pakzu Alibaba me 240 hajdut. 40 hajdut janë në burg, të janë edhe 200 që janë më të rrezikshëm se këta që janë në burg, janë më të rrezikshëm. Të gjithë ta Dr. Berisha, të gjithë ta që shef ditu mrapa meje, të gjithë ta e kanë nga i band nga mrapa. Unë ta garantoj. Më të rrezikshme ne ka ky palloshi gjatë. Është e banda që thot Ertan Hoxha që rrallë dalin, po kur dalin thikin derën. Është e vërtet. Po ata po dalin shumë shpesh. Ato bën si shtëpisë në Tiranë. Sa herë kanë për të bënë i vrasje ata, ikën pas bloku policisë. Vjen më mrapa, ikën autorët drejtim pa duhur. Nuk e dinte ky palloshi gjatë, se qa pazari po bëhet me tunelin e Llogaras. Nuk e dinte ky, si ka gjë ky. Nuk e dinte ky që rruga më e shtrenjtë në Evropë e ka shteti më i varfër në Evropë. Thoman Kashar, ë? Rruga më e shtrenjtë. Nuk e dinte ky, po qa di ky më vëlla? Unë s'po e marr vesh qa di ky. Ky s'di ka si gjo. S'di ka si gjo ky. Do të Berisha kam edhe diçka e kam personale me ty. Të kam dëgjuar shpesh që përmend nënat me shumë fëmijë duhen respektu, ndihmu dhe nderu. Është e vërtet. Atëherë unë vi nga zona e Zberishit. Është një nënë aty, komshie me mu ka rrethin e Zberisht. Një nga zonat më të lakuara të populluara të Tiranës. Ka 8 fëmijë, më i madhi është 13 vjeç dhe Skedri Drenova, që e pret burgu Drenovës, normal. Është e konga, kjo rrugë e Drenovës, nane. Atje e ka verin. I ka prej ujtën e pishëm. Më i madhi fëmijë është 13 vjeç. I prejnë dhe asistencën, po pas daljes time në një emision në News 24, se janë 2 televizioni që s'kam blegta, është Syri dhe News 24, me gjithë fadromat e këtë unë që përdorën këta, gjobat që i vunë ati, nuk e blenë dot. është edhe Syri, për i vërtetës, kurse tjerët i kam blegë, e diti më mirë se mu, se ke informacione. Atë Dr. Berisha, ta leja ma ne për zjallëmi, me jep një nga stafi jot, vinë të shofin në qa kushtesh mjerushme jetojnë ata 8 fëmijë. Pin uj kanali, të betohet të vi kush detave vekojnë i Zberisht. Dr. Berisha, respekt e pa fund për ty. E dhe e gjithë.
mbrëmë doktor.